Hidhni pak sot buke në krevat dhe rezultati do ju befasoj. Kur vjen puna për pastrimin, dyshekët nuk janë tepër të vështirë për të pastruar me imtësi. Do me thënë, ata thjesht nuk janë të lehtë për të pastruar pasi janë të mëdhenj, të rëndë dhe të vështirë për të lëvizur. Megjithatë, duke qenë se shpenzojmë një pjesë të mirë të kohës në dyshek, çdo ditë ne kemi nevojë për pastrimin e tyre të hollësishëm për të shmangur probleme shëndetësore. Çdo dyshek përmban plur i cili mund të çojë në alergji dhe astmë deri në 10% të njerëzve. Gjithashtu dysheku mund të vijë edhe erë të keqe me kalimin e kohës. Për të pastruar më mirë dyshekun, përdorni vakum, disa vajra esenciale dhe sodë buke. Pastroni dyshekun me fshes korrenti me një copë të lagur me ujë të ftohtë të fërkojeni mirë për të larguar të gjitha papastërtitë. Një mënyrë tjetër është përzierja e sodës së bukës me ujë derisa të formohet një masë homogjene, me ndihmën e një leckë fërkoni mirë dyshekun. Por gjithashtu mund të vendosni edhe sodë buke mbi dyshek, ta lëni ashtu gjatë gjithë natës dhe të nesërmen ta thithni me fshes me korrent.